E janë nderuar dhe të falenderoj shumë që jenë në studio. Po besoj që me kënaqësinë më të madhe do të realizojmë një bashkëbisedim shumë të këndshëm për shikuesit. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë. Lutem, kënaqësia është e imja, ratonit lutem. Që para se të nisim bisedën, unë dua vetëm pak që t'jap një biografi të shkurtër për doktoreshën. Ajo është lindur në Gjelan të vitet 53 me 24 korrekt. Shkollimi fillor dhe gjimnazin klasik e ka kryer po në Gjelan. Fakultetin e mjekësisë e ka përfunduar në Prishtinë në vitin 79, ku më njerë filloi punën në klinikën obstetrike ginekologjisë së Fakultetit të Mjekësisë në UP. Në periudhën 1 nëntor 79 deri në vitin 83 punoi si mjekë në klinik, ku edhe filloi specializimin për lëminë e ginekologjisë dhe obstetrikës. Që nga viti 2006 e tutje ajo është kryetare e shoqatës së obstetër ginekologëve të Kosovës edhe anëtare e Figos. Ajo ka një numër të madh të prezantimesh e publikime shkencore në kongrese dhe revista vendore ndërkombëtare. Kur po i lexoja këto, sa jeni krenare me vete me gjithë angazhime dhe me këtë punë shumë të madhe që ka nisur shumë herët në jetën dhe karrierën tuaj. Pikëspari ato që i lexut është një minimum i minimumit. Po s'kemi kohë për më gjatë. Po për më gjatë. Do të thonë, gjithmonë, kur shikon njeriu në retrospektiv, gjithmonë mund të shihet se e pyetim veten, a thu, unë i kam kryer gjitha ato, apo koha ka qenë e tillë që i kem kryer dhe pa hetueshëm i kem kryer. Përndryshe po, ajo është karriera ime që e lexoj në pika të shkurta. Unë punoj në klinikën obstetrike ginekologjike, 2 ditë pas diplomimit kam filluar punën, nga që më kanë selektu profesoresha Mekuli, Sade Doko Mekuli, për të qenë unë antare e atij kolektivi dhe me qenë më pas skuadër e universitetit. Jam shkolluar në 2 drejtime të njëjtën kohë. Jam shkolluar në aspektin e specializimit, që është për punë profesionale, dhe jam shkolluar në studimet postuniversitare, postdiplomike, për ta vazhduar atej karrierën universitare, për të pensionu 2018 si profesoresh e rregullt, pra gjitha nivelet, si pas kritereve që janë kërku me ligj në atë kohë të rregullt, të funksionimit të arsimit. Para se të ndalemi tek këto arritje tua, dua di pa kur keni qenë vajzë e vogël, gjithmonë keni dashur mjekësinë? Jo, mjekësinë kurse kam dashur, unë kam dashur shkresat politike të studioj. Mirë, po prindët e mi kanë pas dëshirë që unë të bëhem mjeke. Prandaj mjekësinë e kam studiuar për dëshirën e prindëve. A të ka dalë mirë? Mirë është, por e kom dashunuar ndaj profesionin, vitin e 5 studime në internat, kur e kom pa profesoreshën Mekuli që thirrej natën për t'i kryer operacionet dhe për t'i shpëtuar jetët e grave. Edhe aty mandej e kam dashunuar profesionin dhe i kam thënë vetes, ose do t'jem ginekologe obstetre ose hiç mjeke. Shiko, nuk ka profesion më human dhe më të bukur se t'ju ndihmosh atyre që kanë nevojë më shumë, kështu që pavarësisht saj, po besoj që nuk jeni as pak pishman që sot jeni. Në asnjë mënyrë. Ndihna më e lumtur për punën që e kam bë, në çdo rrethon, edhe në rrethanat të improvizimit të sallave të operacionit, edhe në rrethanat të improvizimit të institucioneve private gjatë vitit 90, edhe mbijetesën e universitetit në atë kohë, dhe të gjitha këto më bëjnë të ndihem mirë që kam mund për popullin tim të jep kontribut maksimal në rrethanat që kanë qenë enorm të vështira. Prandaj dikun rafro 11 vjet e diçka kam patur eksperiencë profesionale në klinik kur na kanë dëbu nga puna dhe kanë qenë dikun viti i 3 si asistente në katedrën për ginekologji dhe obstetrik, e më pastaj kanë vazhdu shkollimet e peripetit e jetës. A keni pak peng për politikën? A keni? Peng, dhe më thonë, a kam vetur pik pak që nuk i keni studiuar? Jo, në asnjë mënyrë. Edhe pse jam thellësisht e politizuar, nuk i takoj asnjë partie politike, nuk i kam taku edhe në kohën kur kanë kërku me qenë antare e partisë komuniste. Sa po e kuptoj, keni një këndvështrim shumë të pastër politik, jo e ngjyrosur. Jo të ngjyrosur, nuk më interesojnë partitë politike, po më intereson, jam e politizuar sepse më intereson populli im. Sepse nga sjelljet e partive politike, nga dituria e tyre për çdo segment të jetës, e flas për shëndetësi edhe për arsim, pikërisht për arsim, pra vlerësohet cilësia e funksionimit të gjitha sektoreve të këtij vendi. Prandaj jam thellësisht e politizuar, por nuk ju takoj partive politike, por ata që kanë marrë përgjegjësi duhet t'i ketë këto parasysh, sepse popullata nuk do t'ja u falë kurrë. Asnjënit, pa dallim. Në momentin që po flasim, keni pritur më shumë ndër vite që të bëhet për shëndetësinë në Kosovë? Nuk flas asgjë çka kom prit, vetëm një di. Nuk isha dashur të vdes e ta lësh shëndetësinë kosovare në këtë gjendje, por kisha dashur edhe pse ka avansu,
ju lutem, ka avancu ndër vite, mirë po kisha dash të qenë me qenë shëndetësia kosovare konform shëndetësive tjera të rajonit dhe të Europës. Kem potencial të studentëve, kem potencial të mjekëve, pra duhet një angazhim më i madh i të gjitha forcave që t'i ruajmë kuadrot tona këto. Sot të ndajmë të temat të ndryshme që në përgjithësi lidhen me profesionin tuaj, me shëndetin e gruas në përgjithësi. Më tërgo pak sa është i rëndësishëm, sa keni parë mbas edhe nga komunikimi me njerëz, me pacient, në përgjithësi, sa ja dim vlerën shëndetit të gruas dhe atë se çfarë do të folim në vazhdim, sa jemi koshient për gjitha ato teste, ato që duhet përfunduar për të parë nëse është në rregull gjithçka apo jo. Për vetësimin, a? Dijani, sa i përket aspektit të ginekologjisë dhe obstetrikës, shërbimi i ginekologjisë dhe obstetrikës e ka një avansim të mirë. Mjekët obstetër ginekolog kosovar në çdo kohë kanë kryer punë të mira, edhe kryen aktualisht. Mirë po nuk varet vetëm prej dëshirës së individit, se individ kem shumë të mirë, mirë po funksionimi i sistemit, futja e atyre individëve në një sistem funksional, len për të dëshiru. Len për të dëshiru. Prandaj, funksionimi i shëndetësisë është i mirë, por len për të dëshiru. Ka mjek, ka ekspert, ka njerëz që kanë dije të thellë, si çdo kund, edhe te ne. Se edhe në vendet tjera nuk janë të gjithë mjekët perfekt, po është sistemi që i shtyn ata për të bërë perfekt. Prandaj edhe te ne kjo në këtë duhet ta aludohet. Sa i përket shëndetit të femnave, vizitat të cilat janë të domosdoshme, e kanë rëndësinë e vet substanciale, e kanë thelbësore, nga që aty ruhet shëndeti, duke patur shëndetin dhe mirëqenjen e aspektit ginekologjik, ruhet shëndeti dhe mirëqenja e gruas në tansi. Prandaj vizitat ginekologjike kanë rolin e vet enorm të madh, për shkak se me një vizitë të thjeshtë mund të zbulohen shumë probleme të cilat ndoshta nuk e kanë afektu gruan, mirë po kanë ardhur në simase që mund të shkaktojnë edhe marrje tjetëve. Prandaj, vizitat e rregullta ginekologjike janë ato një qelës, jo vetëm në një fazë të jetës, po prej të porsalindurës femën, e deri në fazën e postmenopauzës, duke kalu në të gjitha fazat e jetës së gruas. Po kjo është e pyetja ime, a është shtetur vetëdijsimi që të bëhen këto kontrolle edhe pa pasur probleme shëndetësore? Kohëve të fundit po, jo në masën që e dëshirojmë, po. Edhe nga kjo rrjedhë, nga që janë mobilizu të gjitha institucionet shëndetësore, edhe flas në institucionin tim, ku punojnë në spitalin Amerikan në Prishtinë, pra në spitalin Amerikan të Kosovës, bëjnë oferta të shumta, të cilat janë me një kosto minimale, ku gërshetohet hulumtimi laboratorik, vizita ginekologjike, vizita me aparat ose me ultrason, me të dy format, bërja e testeve të shumta, qofta ajo për hulumtim të aspektit infekcioneve të grave, dhe ose në aspektit të pap testit. Dhe të gjitha këto kryhen me një kosto të vogël, mirë po është shumë e dobishme, se që shumë herë kemë zbulu raste të problemeve që janë madhore, por të cilat nuk e kanë afektu gruan, nuk ardha me lyp ndihmën shëndetësore për te, po vjen për një ofertë. Prandaj, zhvillimi i shëndetësisë ose vlerësimi syqelësia e të gjithë atyre që udhëheqin institucionet shëndetësore ka bërë që të detektohen ose të zbulohen smundje të cilat më herët nuk i kanë dhënë probleme pacientes. Dhe këtu konsiston esenca. Pra, vizita ginekologjike duhet të bëhen në çdo fazë të jetës së gruas. Sepse vetë fjalë të puberteti, për shembull, prej menstruacionit parë, është një periudhë e cila prej një femne adoleshente kalon në një femën të pjekën, është mosha adoleshencës. Aty mund të ngërthej një sër problemesh, jo gjithmonë shkon çdo gjë normal. Si për shembull? Si për shembull mund të kenë gjakderit të çrregullta, mund të kenë femna të reja prej fëmijës me kalu në një periudhë adoleshente deri në pjekuni, mund të kenë gjakderdhje të shumta, mund të kenë të zgjatuna gjakderdhje, mund të kenë mungesë të gjakderdhjeve, edhe për të gjitha këto duhet të lypet një këshill mjekësore ose një vizitë me ultrason, se te fëmiu s'ke çka bën tjetër, prandaj kjo është një periudhë ku lypen të bëhen konsultimet dhe vizitat ginekologjike. Ma pastaj, është periudha generative e gruas. Pra, kur gratë janë të pjekura dhe kanë aftësi edhe për të lindur,
Por me gjithate, ajo është një fazë e jetës e cila ngërthen me vete shumë probleme të natyrës të infekcioneve, të natyrës të problemeve të pezmatimeve të qafës mitrës. Gjithashtu mund të, nëse nuk i kushtojmë vëmendje, mund të pasoj probleme tjera të çrregullimeve të shëndetit reproduktiv. Do me thonë çrregullime të mosmbetjes shtatzan, ose të dështimeve të shumta, ose kështu. Për një vizitë të thjeshtë, nuk ka nevojë me u kriju problemet madhore. Më pastaj është mosha kur gratë mbesin shtatzan, është periudha e shtatzanive. Edhe ato, jo pak shtatzani janë me risk. Ka mjaft shtatzani me risk. Për shembull, mund të ketë një grup sëmundje të zemrës dhe tjetë shtatzan, po është me një sëmundje me një komorbiditet. Mund të ketë një tension arterial të ngritun, të gjakut të ngritun, esencial. Edhe ajo ngërthen një rrezik tjetër. Është problemi tjetër që mund të shoqënohen me sëmundje hipertenzive, është problemi që mund të shoqënohen me RH negativitet, kur është gruaja RH negative. Më vonë të flasim për këto, për hipertensionin tek grashta zëna dhe si ndikon tek bebja, sepse kemi shumë tema sot. Unë dua di pa për pap testin. Më thuaj për ata që nuk e dinë çfarë është pap testi dhe si realizohet dhe cili është rezultati që mirët nga ai. Pap testi është një metodë e zbuluar nga një emër i madh, Papa Nikolau, një grek, i cili ka jetu në Amerikë dhe ka qenë anatom, pra nuk ka qenë ginekolog obstetër, dhe ka zbulu se qelizat e çrregulluara në qafën e mitrës shpihen ose çojnë deri te një formacion karcinomatoz që ka marrë jetë të grave. Prandaj, pap testi është një metodë diagnostike e cila përdoret në ginekologji dhe të cilën duhet ta bëj çdo grua që ka aktivitet seksual 2 vjet e ma tepër, pavarësisht moshën, ose gratë me moshë, diku do ta gjeni 21-22 vjeçe deri në moshën 65 vjeçare një herë në vit. Prej moshës 30 vjeçare deri 35 duhet të bëhet pap testi, por duhet të hetohet në atë metodë të pap testit edhe HPV ose human papilloma virusi, pra viruse specifike të cilat shpihen deri në të shumtën e rasteve, po jo gjithmonë, pra deri në karcinomën e qafës mitrës. Prandaj pap testi është një metodë diagnostike e cila realizohet nga ana e mjekut ginekolog obstetër gjatë një vizite ginekologjike. Karcinoma në qafën e mitrës, po. Sa është e shpeshtë? Sa janë të rrezikuara gratë dhe vajzat, do të thonë? Sot vetëm t'ju shpjegoj. Këtu vrojtohen qelizat, pyetët çka është pap testi. Pra merret material me metodë të padhëmshme dhe vrojtohen ose shiqohen qelizat. A janë të rregullta të mrenisë qafës mitrës edhe të pjesës jashtme qafës mitrës. A janë të rregullta, a ka çrregullime, a ka pezmatime dhe varësisht se çka gjendet përcaktohet me një fjalë. A është risku i ulët, a ka risk, dhe a është risku i ulët, apo është risku i lartë. Varësisht se çka gjendet, atëherë janë metodat tjera diagnostike që përforcojnë diagnozën. Pra, përmes me shku deri te kanceri i qafës mitrës, një vizitë ginekologjike, edhe nëse dihet gruaja shumë mirë, pra femnat e reja që ndihen shumë mirë, duhet ta realizojnë te mjeku ginekolog obstetër. Pra, bëhet pap testi, vrojtohet qelizat, regulariteti i tyne, rastet veçanta nëse duhet, edhe metoda shtesë diagnostike do të përdoren për çfarëdo lloj aspekti. Karcinoma e qafës mitrës është një karcinom e cila zën vendin dikun të 4 në trupin e femnës. Prandaj, kjo është karcinoma e mushkënive, mandej vjen karcinoma e traktit gastrointestinal, mandej vjen karcinoma e gjiut praktikisht edhe vijnë këto karcinoma e qafës së mitrës. Prandaj sipas radhitjes nuk e bëre sipas atyre që duhet jetë. Prandaj karcinoma e qafës mitrës ka qenë mjaft e shpeshtë përpara, ka marrë shumë jetë, por tash me avansimin e shëndetësisë, me vetëdijsimin e pacientëve tona që kemë gjeneratat e reja që lexojnë edhe vetë rëndësinë e pap testit. Po dhe Spitali Amerikan i ofron për ka numër më të vogël, megjithatë lën për të dëshiruar, nga që karcinoma e qafës mitrës viteve të fundit, gjatë vizitave të ndryshme që vijnë sistematike në Spitalin Amerikan, hetohen raste deri në gjendje karcinomatoze, qoftë të qafës mitrës, ose të mbretërisë mitrës, ose të në një tumori i cili aksidentalisht zbulohet, ndihet mirë pacientja, por zbulohet gjatë vizitave.
Prandaj të gjitha këto, e tër lufta bëhet që të mos vijmë deri te zbulimi i karcinomave, po ta dim gjendjen e çdo paciente e cila jeton në Kosovë dhe mos të vi deri te gjendja karcinomatoze ose te kanceri. Edhe pse kanceri nuk është smundje, nuk është një smundje e cila merr gjithmonë jetë, po nuk guxon me ardhur deri te kanceri, nuk guxon. Për shka? Për mirëqenie personale të femnave të reja, për mirëqenie familjare, për mirëqenie në shoqënisë. Dua di sa ka bazë gjenetike? Thuhet se ka bazë gjenetike, por shumica e rasteve tyne ma tepër konsiston në format e infekcionit. Prandaj format e infekcionit ju atribuohet në bazë të gjitha statistikave botnore, infekcionet nuk është vetëm human papilloma virusi, jo, po në infekcionet virale. Po bëj pyetje të shpeshta gjatë gjithë kohës, se po besoj që bëj pyetje që po besoj shikuesit mund t'i kenë. Absolutisht është rësia imja, pra nuk janë vetëm human papilloma virusi, po të pezmatimet të thella qafës mitës qojnë edhe baktere tjera ose agentët të tjerë mikrobik që janë të shumë. Prandaj me një vizitë të thjesht realizohet ose konfirmohet diagnoza e saktë. Jo mi përmende disa etapat të gruas, që nga puberteti, lindja, pastaj 30-35, në base është një periudhë cilën duhet bërë më shpesh, po në cilin mosh ju e preferoni më shumë të kontrollat, dhe më thonë për këtë që folëm deri tash? Vizitat janë të mira që nga faza e fillimit të menstruacionit parë, pra nana duhet jenë vebenshme, që ta shohin. Pra, çdo fazë ka rëndësinë e vetë, dhe çdo fazë është e rëndësisë vetë. Nuk mund të ketë prioritete, por për një fëmijë duhet t'i kontrollojë nanat çfarë cikle menstruale kanë, a kanë sasi të gjakut të shtuar, që e raskapit fëmin, a janë të rregullta, a përcillen me dhimbje, a zgjasin shumë ato ditët me gjakderdhje, dhe në bazë të asaj, pra, ta kenë një konsult ginekologjike, pra, vetëm konsultim ginekologjik. Po besoj që në këtë pikë ja dhe nënave mbas ju duhet një edukim. Edukimi na vjen të gjithëve. Mirë po femnave ju vjen shumë a tepër, nga që ato jo nana, dhe ato nanë vajzë është lidhja shumë e madhe, edhe pse se kom përjetu se unë i kam 2 djemë, por me gjithate lidhja është edhe emotive, edhe shpirtnore, edhe përgjithësia është e nanës, se si sillet me fëmin e saj vajzë. A shet tek ne që nënat janë të vetësuara mjaftueshëm sa t'ja ofrojnë këtë komoditet vajzave në këtë periudhë kaq të rëndësishme dhe senzitive të jetës? Përqindja e madhe e nanave janë tepër të vëmendshme, edhe kërkojnë konsultime mjekësore, edhe kërkojnë praktikisht ndihmën mjekësore në situata të caktuara. Pra, ka nana që din, jo vetëm një vajze, po disa vajzave që ja përcjell jetën e saj, periodat e saj, gjitha këto. Më pastaj, është faza tjetër, është faza kur hyhet veç faza generative, kur janë femnat e pjekuna, e hynë në raporte, janë të martuar ose kanë lidhje. Ajo është faza e cila që duhet t'i kushtoj vëmendje shumë të madhe femna. Pse? Arsyeja është sepse infeksionet mund të jenë të shumta. Do shta shumë herë nuk japin bezdisje që detyrojnë femnën me shku te mjeku. Mirë po mund të lënë pasoja afatgjata. Do shta ka vetëm një epizod të ndonjë dhimbje akute. Edhe më pastaj kalon me një paracetamol, me këto shumë herë marrin gratë e tona, brufene, këto femnat e reja, kalon. Mirë po mund të jetë një epizod e shkurtër e cila lën pasoja afatgjata, mbyll kanalet shpeshherë, nëse janë infeksionet me gonorean matralla, nga që përdoren antibiotikët shumë, po mirën infekcione tjera, klamidia, uroplazm, mikoplazm, të cilat kanë afinitet edhe me afektu kanalet ose tubat e fallopit, që e themere kanalet të cilat kanalet që janë prej mitës deri te zgavra abdomenit. Do më thonë me pak fjalë se cila moshë ka rëndësinë e kontrollit dhe pa prioritet, a? Çdo moshë pa prioritet ngërthen rreziqet e mundshme, rreziqet potenciale, se duke janë gjithmonë rreziqe ato. Pra ngërthen rreziqet potenciale në të cilat pra në atë periudhë duhet kushtu vëmendje. Moshën gjenerative natyrisht duhet bërë pap testi një herë në vit, duhet bërë jo mamografia, po ultrasonografia e gjive, e në qofë se hetohet që ka diçka, pa tjetër atëre duhet të shkohet në metoda tjera, diagnostike, ma të avansuara. Pra janë metodat të cilat nuk kushtojnë shumë, nuk janë të dhemshme, nuk janë të bezdishme për pacientën, por japin informacionet shumëta për gjendjen e pacientës dhe në përgjithësi për mirëqenjen e femës. Po, cilat janë disa prej kontrollave që realizohen në Spitali Amerikan? I përmendëm shumë. Të gjitha. Në Spitalin Amerikan, të gjitha metodat diagnostike dhe vizitat në aspektin e shëndetit të gruas, nuk më thëmë vetëm qytetëzanës, të femrës,
prej femrës fëmi deri në pleqni të vonshme realizohen në spitalin Amerikan. Nga që janë mjekët e stërvitun, është ekipi perfekt i mjekëve që punon aty. Jo pse jam aty, po është e vërtet ajo. Janë metodat e mundshme diagnostike dhe pajisjet e veçanta që na ndihmojnë shumë, edhe janë laboratoret e pajisuna me çdo reagens që mund të hulumtohet për çdo sferë e cila është e nevojshme për një pacient e femër, edhe për të gjithë pacientët tjerë, po më flas për lamin time. Prandaj është e mundur. Nuk janë bezdishme, nuk janë të dhimbshme, këto vizita po japin shumë. Më pastaj është mosha, periudha e shtatzanisë. Ju tha shtatzania, mund të jetë shtatzanin 85% thuhet se shkon normale, por gjithmonë me një risk alterimit paparashikueshëm për gruan shtatzan. Dhe për atë arsye, gjitha këto vizita, gjitha monitorimet e gruas, gjitha monitorimet e frytit në mjetër, që nga faza embrionale prej ngjizjes e deri te procesi i lindjes dhe procesi i lindjes dhe monitorimi i nanës pas lindjes dhe i përsalindurit pas lindjes deri në 7 ditë e parë ma tepër bëhen në spitalin Amerikan. Për shembull, e përmendet pak në hyrje të kësaj bisede edhe hipertensionin, te gratë shtatzëna. Më thuaj pak sa ka ndikim tek bebja hipertensioni dhe sa është një faktor shumë kyç në zhvillimin e foshnjës, a? Pikëspari shtatzanit të cilat komplikohen me hipertension, kapin dikun për afërsisht shifrën 10%. Po 10% 100 gra janë 10 gra. Po në qofë se i kemi 20.000 lindje në Kosovë aktual, nëse kemi kove të fundit, besoj se i kemi me gjitha regionet, se nuk jam në evoluimin e shënimeve, edhe 20.000 lindje i kemi 2 gra, në 2.000 gra praktikisht. Por edhe hipertensioni ka fazat e veta, pra i shkallët e veta, hipertensioni i cili indukohet nga shtatzania, pra pregnancy induced hypertension. Shtatzania vetë e indukon hipertensionin të dikun 10% e shtatzanave të cilat më parë nuk kanë patur tension, se ka edhe gra që kanë qenë me hipertension esencial, mandej kanë me shtatzan. Prandaj janë fazat e agravimit ose smundjes se si agravon ose se si randohet. Kemi vetëm shtatzanin e komplikuar vetëm me hipertension, është një karakteristik tash që ka 10% të gjitha pacienteve, dhe ato paciente kanë tensionin arterial, thuhet, do të gjejnë pacientët në libra ose në internet ose çdo kund, se tensionin në shtatzani sistoliku ose inalti, që ka shifrën 140 ose 120 mm të shtyllës së zhivës, konsiderohet si hipertension, ndërsa për diastolikun dikun rreth 90. Mirë po, është jo e tëra jo. Nga që femnat për shembull nuk mund ta kem këtë kriter, se ka femnat të cilat i kanë tensionin e ulët vazhdimisht gjatë jetës, ka 100, ka 95, njena sot erdhë po thëtë 85 se kom tensionin, 85 mm shtyllës zhivës. Ajo është ambientu. Tash edhe për ato femna, që më smarë deri të një krize madhe me shkaktu probleme për nanë dhe fëmijë, në ato raste Organizata Botërore e Shëndetësisë e jep definicionin ose nocionin, pra le ta ndihmojnë femnat, se çdo femën duhet ta di për afërsisht sa e ka tensionin bazë. Dhe në qoftë se vihet te ngritja e tensionit arterial sistolik mbi tensionin që e ka për 30 mm shtyllës zhivës dhe tensionit arterial diastolik praktikisht mbi 15 mm mbi ato bazë, konsiderohet se është hipertension shtatzani. Andaj kërkohet ndihma e mjekut. Pra hipertensioni mund të ketë si formë ma të lehtë edhe ma të rëndë. Format ma të rënda janë preeklampsia e lehtë, e cila përveç tensionit të lartë ka humbje të proteinave me urinë, ndonjëherë ka edhe të ajuna. Kjo shkon përafërsisht gradohet prej 100 deri 160 me 100. Mandej hipertensione më të larta që shkojnë 180 me 110, 120 e tutje, edhe deri në humbje të vedijës të pacienteve deri në status eklamptik. Pra ka preeklampsi të lehtë, preeklampsi të rëndë, edhe ka status konvulsiv, ku e humb pacientja vedijen dhe ka gërcetonike klonike. Është edhe një entitet tjetër që ndërlidhet me hipertensionin e indukuar ose të shkaktuar nga shtatzania, është një fash sindromi që quhet HELP sindroma. Çka është ajo? Ajo mund të shkojë edhe si e veçantë, që ajo i befason edhe mjekët edhe pacientët edhe merr jetë. Është për shembull kur vihet deri te çrregullimi i të gjitha organeve vitale, se hipertensioni në shtatzani është tensioni i lartë humben
albumina, nurin, gjitha këto. Po i atakon sistemet e mikroqarkullimit të gjakut, ku vujnë organet në format të ndryshme. Vujnë veshka, vujnë zemra, vujnë truni, prandaj fiton ataqet eklamtike, gjitha këto. Por ka rastet të tjera, ku përfshihet edhe rapid është HELP sindroma, vjen të një hemoliz. Hemoliz është shkatrim e eritrociteve në masë. Mande vjen një zverdhje pacientës pasoj e saj. Vjen të ngritje e disa fermenteve ose enzimeve të mëlçis, edhe mund të marrë deri të ulja shumë e madhe e trombociteve, nga që shkakton mikrokoagulacione në anë të gjakut dhe vjen si pasoj mund të marrë deri të vdekje pacientës nëse nuk intervenojmë. Pra, hipertensioni shtatzari rrezikon në masë jetën e pacienteve, shtatzanave dhe jetën e fryteve në mitër. Në rregull, dua tani t'i prek disa tema tjera me pyetjet që kisha menduar që t'ju pyesja juve për të informuar më shumë shikuesit. Më thuaj pak një vajzë stresot ose një 20 vjeçare, 30 vjeçare, çfarë do ta këshilloje? Më thënë dua të di dy gjërat kryesore që një vajzë, një grua duhet t'i di. 20 vjeçare apo 30, cëllën? Se dalojnë moshë, 10 vjetë. Më thuaj një për 20, një për 30. Një për 20. Femra me 20 vjeçare i kisha këshillu. Së pari mos t'hynë herët në marrëdhënie seksuale, e para. Nëse hynë, mos t'i ndrojnë partnert. Nëse i ndrojnë, duhet të përdorin mbrojtje ose barierë që të mos vinë deri te transmetimi i sëmundjeve seksualisht transmetueshme. Para pjekunisë sociale, mos vinë ajo biologjike, pra le të bëhen të shkolluara, të zoja të vetës, të vetëdijshme, pastaj të veprojnë. Dërsa për një grua 30 vjeçare, do ta kisha këshillu që nëse dëshiron, natyrisht të krijoj familje, është koha ta krijojnë familjen, jo njerë të krijohet karrieran pa fundësi e më pastaj të lypet familja, se koha përëndon ikën dhe statusi hormonal gjithmonë nuk mbetet i njëjtë. Çka nëse nuk gjendet partneri dhe partnerja? Besoj që kjo është një kryesorja para se të vim tek planifikimi i familjes. Po nëse në rrezullin toksor nuk e gjen asnjë person të përshtatshëm njëri ose tjetri, atëherë shtohet pyetja, çfarë vlera ka ai person? Pra duhet. Gjithmonë njëtë kooperohet. Nuk dua që të vjen keq 30 vjeçarë që janë single momentalisht. Unë flas për femna 30 vjeçare. Unë flas për femna. Unë gjithmonë në kontekstin e femnës flas. Prandaj kjo është, këshilla është që të kenë konsiderat për vetveten, të kenë konsiderat për familjen, të kenë konsiderat për shëndetin e tyre, sidomos për shëndetin e aspektit ginekologjik dhe obstetrik, të kërkohet ndihma mjekësore, të bënë vizita ginekologjike, mjek natyrisht i kemi të ngritur për të gjitha këto procedura, edhe natyrisht të vihen të arrijnë rezultatet më të mira. Të gjitha këto mund të bëjnë në Spitalin Amerikan. E përmendet pak marrëdhëniet seksuale dhe jetën aktive seksualisht, më thuaj pak është ende tabu? Mendon që vinë pacientë dhe pacientë cilët e duan pak një orin dhe të marrin më shumë informacion sa përket kësaj, sepse ata një këshill shumë të rëndësishme për vajzat në moshën 20. Nuk është temë tabu, nga që vetë të gjitha në shkollat, që nga shkolla fillore e tutje. Po varsisht ai shkaku i mentalitetit mbas edhe në familje është një temë që nuk është shumë e shprehur, janë transformuar familjet shqiptare kosovare, nuk është tabu temë. Vjen për shembull vajza në lidhje me gjithnanën e vet. Për mua është një avancim i raporteve familjare, që do më thonë nuk është tabu, nuk vjen pëshektasi, si dikur kanë ardhë pëshehurasi, dikur kanë ardhë që mështinjet, dikur shte është viti 27 i profesionit tem, që ushtroj, vit rafsh 46 e gjys, e unë kam kalu gjitha fazat e zhvillimit shoqnis, tu zhvillu vet, edhe tu punu me paciente, me studente mjektri. Do më thonë nuk është me ende tabu? Nuk është tabu, nuk është tabu, as pak nuk është tabu. Në rregull. Dua di pak edhe për një temë shumë të rëndësishme, po edhe virale, që diskutohet shumë gratë të cilat janë fytyra publike, sidomos në show biznesit, flasin për IVF, që e marrin një vendim për IVF. Më fol pak çfarë është e rëndësishme dim, që mbase nuk është folur deri më tani në media, ose mbase që mund t'i ketë ikur publikut. Edhe pse nuk është fush e specializimit. Po një përgjigje mund t'ma japësh. Po, përgjigje do t'ju jap edhe shumë të qartë. Pikë pari duhet të shkohet në mbarsim artificial ose IVF, ku bashkohet sperma e partnerit, bashkëshortit, me qelizën vezë të personit adekuat që janë në lidhje, në e përvejt, pra fëmiu është i tyne.
Nuk është fëmijë i huazu me donatorës e diçka tjetër. Prandaj IVF kur gjë nuk është tjetër, vetëm është një metodë e koncepcionit ose të mbarësimit artificial, ku është e pamundun të bëhet mbarësimi me rrugë natyrore. Shkaqet janë të shumta. Steriliteti ka shifra bukur të mëdha edhe në popullatën tonë, shkaqet janë të ndryshme. Mund të kenë probleme të dy partnerve. Nuk është ma vetëm femna ajo që bartë përgjegjësinë. Po, sepse tradicionalisht është fajsuar gruaja. Përpara është fajsuar, po, mirë po aktualisht ajo diagnostikohet. Se automatikisht një femën e cila nuk ka arritur të kenë një qift shtatzani për brenda një viti, ajo zoj hulumtohet në formë të detajuar nga ana aspekti ginekologjik. Dhe konfirmohet diagnoza. Kjo bëhet në Spitalin Amerikan. Pastaj në tjetër kohë i spjegohet qiftit që edhe partneri duhet të shkojë te urologu dhe ai përpunohet deri pafundësisht dhe zbulohet ku është problemi. Pra shterën dhe duhet të shterën të gjitha hulumtimet ku për shembull deri të konfirmohet diagnoza që është e pamundur që qifti të ketë mbarësim natyror. E më pastaj duhet të shkohet në mbarësim artificial. A ka vend për stres? Unë i shoh mbase çiftet e reja, po dhe mbase edhe jo shumë të reja në moshë, të cilët e pritojnë shumë me stres që nuk arrin të krijojnë një familje, mbase edhe gjykimi, paragjykimi, pyetjet e rrethit familjar, shoqërisë. A keni fëmijë, pse nuk po bëni fëmijë, mund të rrisë mbase stresin? Sa mund të jetë kjo një arsye që ata të ndihen pak të intimiduar? Pikëspari nuk e thash rastësisht që femnat 30 vjeçare natyrisht ta kryjnë një shkollim të kenë pamarësi ose mvetësi sociale, por në asnjë mënyrë mos shkojnë pafundësisht se studimi nuk ka. Thelsi studimi mund të vazhdohet edhe me fëmijë, edhe me familja, edhe me krejt. Kur e don librin kur nuk e lëshon prej dore. Mirë po, duhet të krijohet familja në një kohë optimale biologjike. Pse? Ka raste për shembull angazhimet e shumta me punë, ambicjet e teprume, oraret e punës të gjata. Edhe gjitha këto afektojnë edhe në aspektin biologjik të hormoneve në trupin e femrës. Ka raste për shembull kohëve të fundit që i hulumtojmë dhe e gjejmë në Spitalin Amerikan, mund të bëhet hormoni antibilerian, i cili e tregon sa është kapaciteti ose rezerva e vezoreve. Dhe binduni se ka në moshë shumë të re uljet atij. Unë nuk kam bërë hulumtim, po duhet të shiqohet ku është problemi. Ku është problemi? Problemi duhet jetë i pari i stresit, i dinamizmit të madh të jetës. Dhe kjo është ajo që gjithçka duhet të arrihet në hap me kohën, por ndonjëherë ikën mosha. Andaj po e bëni këtë thirrje, po. Prandaj nuk kur gjë nuk bën rastisht. Prandaj bëra thirrje. Nëse doni të krijoni familje, krijoni në foshën optimale, vazhdoni studimin. Nuk përfundon studimi, e kom kryer një doktorat ose një magjistraturë ose një fakultet ose. Studimi është i përjetshëm në çdo sferë të jetës, nëse don me qenë njeri komplet dhe nëse don me qenë ekspert komplet. Kur nuk përfundon, sa të njeri u gjallë mëson, e secili në lamin e vet mëson aq sa është pasionant të profesion. Prandaj atë apel e bona. Edhe tjetra gjë është për shembull IVF është një procedurë e cila kryhet në Spitalin Amerikan. Andaj po e pyes se ka realizuar shumë suksesshëm në Shtazani, shumë në moshë të tjera. Absolutisht. Moshën mesatare e Shtazanive të parë duhet të analizojnë dikush nga rinia. Na dikur i kem analizuar në klinik. Po të shka është një tragjedi tjetër. Ka edhe raste të lindjeve para moshës 15 vjeçar. Ajo është një tragjedi e madhe. Nuk e thash rastisht. Se nanat janë ato të cilat duhet të kenë lidhjen me fëmijën femër. Se nanat janë shtylla e tyre mbajtëse, të cilat nana ja u trasojnë rrugën për ardhmërinë e tyre. Mos ta na shkalojmë as edukimin e djemve, a? Për edukimin e djemve gjithsesi, po femra i pëson të gjitha. Në Kosovë dhe çdo kënd. Si trajtohet një rast i tillë? Ose mbase një 14-15 vjeçare që po thua që rezulton Shtazani. E keni eksakt numrin e lindjeve në klinikën ginekologjike obstetrike, derisa kam punuar diku prej vitit 2016, ka pas një rritje progresive. Si e trajton, po besoj në këto momente, në këto raste, ju jeni edhe rolin e psikologës, a? Po, jo, duhet me punu psikologu me to, po është e rëndë për familjen. Është e rëndë nga që ato shumë herë i zbulojnë shumë vonë, Shtazani të avancume. Edhe çka bëhet një fëmijë, fëmia me eduku fëmijën, pa aspekt social, pa qenë edhe vetë pjekun. Këto janë raste të cilat janë shumë të rënda kush don me analizu. Prandaj,
femna edukohet në familje, shkollohet në shkolla, po gjithmonë kultura dhe edukimi familjar ka me përcjell tani jetën dhe ka me reflektu me ato kushte, me ato situata të cilat është rritur. Ka pas edhe një raportim për rritjen e numrit madh të aborteve? E shihni edhe këtë shqetësim apo? Shiqani, tash gjithmonë dikur kur janë analizu, ka pas krahas numrit lindjeve, paravorësisht pak më i vogël ka qenë numri i aborteve. Ajo është e drejtë individuale. Mirë, po në kushtet të sodit, kish me qenë dobësi edhe individit, edhe neve mjekve, që nuk kem mujt me avokun populat që mos të ketë aborte si metodë e vrazhd e kontracepcionit. Pra, mos të ketë shtatzanit pa dëshirueshme. Ja sot ka metoda, ja kur nuk ka patur. Prandaj tash, që duhet vizitat të bëhen të mjekët obstetër ginekolog, dhe ata nuk tjenë vetëm je mirë në aspektin anatomik, ose e bën këtë vizit, po të ketë diskutimet gjana dhe gjata, të ketë durim që të ndigjojnë halin e tyne dhe në mënyrë shumë të butë të influencojnë, të reflektojnë njerëzi dhe edukim të pacienti. Sepse institucionet shëndetësore nuk janë vetëm institucione për shëndet, po janë njëkohësisht edhe institucione edukative, ku përveç edukimit të stafit mjekësor, tu e fillu prej mjekut më të vjetër e deri te infermieri më i ri, edukohet edhe pacienti. Prandaj. Unë të kërkova këshilla për 20 dhe 30 vjeçarët, për më thuaj për moshat pak më të shtyra, për moshat që janë duke kaluar menopauzë, për gratë cilat nuk ndjehen mirë emocionalisht për ndikimin e madh të menopauzës. Çfarë t'ju thoj atyre që mbase unë kam shikues të grup moshave të ndryshme, kështu që duhet ta di çdo femër, sepse menopauza është një çast në kohë. Mund t'ju them, nga ushtrimi i profesionit tim, jam ballafaqua dhe ballafaqohem çdo ditë me çdo lloj kategorie të moshave, çdo grup moshe. Mirë po. Mas shumë të që më bëjnë përshtypje, janë femnat në moshën e post-menopauzës. Për rreth menopauzës është perimenopauza, përpara i kanë thënë klimakterium. Është kur vjen të rallimi menstruacioneve, krahas shuarjes procesit të hormoneve, gjitha këto, edhe janë matralla, ka peripeti gjitha ato i vinë në vizit. Por femnat të cilat janë post-menopauzë, ato e kanë edhe sferën e tyre emotive, shumë herë ju duket vetje se nuk janë me vlerë. Shumë herë ju duket vetja se janë të lanuna pasdore. Shumë herë ju duket vetja se fëmijët nuk i mbikëqyrin shumë. Njihen padobishme. Po, ndihen padobishme, jo nuk ish dasht. Çdo femën e cila është në postmenopauzë, ajo ka një bagazh të madh punës, e ke lënë pas vete. Pra, që nga rritja e familjes, pra, lindja e fëmijëve, edukimi i tyre, martesat e tyre, kalon mosha, kalon postmenopauzë. Ajo ka një background, ka një bagazh shumë të madh që kalon gjurmë shoshnin tonë. Po të këto duhet një aspekt shumë i madh moral, mbështetje tjetër edhe nga familjare. Pikës pari duhet jetë aspekti moral, dashunia, kur çdo tjetër nuk vjen. Edhe mirë kuptimi, ja? Edhe mirë kuptim, mirë, po në aspektin shëndetësor duhet këto paciente të vinë një herë në vit në kontroll. Pse? Nga që në këtë moshë, edhe pse nuk ka probleme gjakderdhive shtu, mund të paraqitet karcinomat e shumte është mosha, e cila i atakon mas shumti, ato paciente i atakon karcinomat e mbredisë të mitës, ose karcinomat e endometriumit, e të vezorëve, gjitha këto. Prandaj duhet çdo grup mosh një herë në vit të bëjnë kontrollën ginekologjike, plotësohet me analizat relevante që janë specifike për grup moshën dhe natyrisht të rrinë ato të qeta, të kenë mirëqenie personale, të kenë ma pak bezdisje familjare, edhe të ketë ma pak shqetësime edhe në shoqërinë e ta. Bile mbas edhe partnerët ti mirë kuptojnë ma shumë dhe krahu i djathtë dhe mbështetja me madhe tjetë. Natyrisht, unë thash në përgjithësi se duhet ato të ketë një dashunia është prej të gjithve. Nuk është vetëm prej partnerit, është prej fëmijëve, është prej rrethit, është prej shoqënisë ku janë sjellë, prej rrethit, prej gjinisë ku kanë dalë, gjitha janë këto. Prandaj çdo grup mosh në jetën e gruas i ka specifikat, gërtha një grup specifik është veta, edhe për atë arsye duhet bëhen këto vizita. Vizitat e tilla prapë po e ceki, realizohen me shumë sukses dhe diagnostikohen shumë shpejt dhe qartë me të gjitha diagnozat e sakta në Spitalin Amerikan Prishtinë, si lider i spitaleve, jo vetëm Kosovë, po edhe Magjar. Po ta bëj një pyetje sepse folëm shumë për gratë dhe vajza, çfarë do t'i këshilloje djemt? Djemt do t'i këshilloja që mos t'abuzojnë me femna.
kur gjë tjetër jo. Të pjeken emocionalisht edhe në aspektin social, po të kenë edhe pjekuni njerëzore pikë së para. Mos të abuzojmë me një femën. Okej. Përndryshe, Spitali Amerikan ofron çdo muaj paketat e ginekologjisë me shërbime që japin diagnozë brenda 2 orësh. Një intervistë shumë e mirë kjo, shumë e frytshme, po besoj me shumë informacione që shikuesit ata që kanë mundësinë me ndjek më vonë në kanalin zyrtar 87 në YouTube, morën shumë nga ju. Ju falenderoj shumë që ishin në studio. Nëse rastësisht haruam diçka të përmendim, jeni lirë ta thoni. Jo, unë vetëm kisha një porosi. Po. Ju lutem, i lutë femnat, kudo që janë, të përkujdesen për shëndetin e tyne. Nuk ka arsye për frikë, se nuk është çdo prezervativ që shkon në karcinom, nuk është çdo infekcion me HPV që shkon në karcinom, nuk është çdo formacion ciste vezore që shkon në karcinom. Mirë po, duhet një herë në vit spaku të bojnë vizita dhe të konfirmohet diagnoza e saktë dhe të vazhdojnë jetën e tyne pa brenga. Doktoresh, faleminderit shumë. Ishte kënaqësia imja, faleminderit.